Prit kollit dhe mund të kemi çakun. Vazhdo. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu në episodin e radhës të Garage Lock. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me nesërisht. Mirë se na erdhët të gjithë, ju që na ndiqni për herë të parë, sidomos ju kemi me merak, edhe ju që keni kohë që na ndiqni, ju duam shumë. Kemi puntat speciale sot, kemi një nga artistët e jashtëzakonshëm të estradës, si quhet, Estrad, kështu i kanë llafit është estrad quhet. Të botës artistike shqiptare. Këtu me nesht Drilon Hoxha. Mirë, thëmë mirë si u gjeta, faleminderit. Po gjë autostrad për çfarë po ndodh, nuk shkoj rrugë. Apo ishte estrad. Estrad, autostrad. Si thon, showbiz, estrad, kush është fjala ta mëdha shqip? Po, estrad italisht, showbiz është anglisht. Kështu i bie. Estrad është italisht, po shqip si bie, apo kemi qef me i huazuj që këto llafe që s'ju japin dorë shpjegim. Ata që bën kritika pse flisin fjalë tuaja. Le ta çojmë në koment po shumë. Skenës artistike shqiptare. Unë është gjesh një tek llaf se kështu. Ska tek llaf, kemi fjalorin shumë të pasur ne, nuk ska tek llaf për ne. Faleminderit për ftesën Shuna dhe profesor ku je? Çfarë profesori? Kështu shprehur për të. Ej, aman ku e ke marrë shprehjen me qira llafi. Profesore? Profesor është e vjetër. Koço de Volës me Ceken. Po. Janë dy profesorë, do me ul në ditën karrige. Profesorët aty urdhroni, uluni. Vjen keq urdhroni ju. Etj, pse. Këtë se kam parë më shpëtuar, se kam parë. Është e vjetër. Kjo është. Për kësaj na kanë ngel profesorë gjithë me shoqënia me njëri tjetrin, edhe kur flas në telefon, profesor ç'a bone, si e profesor. Tash e mora vesh edhe fjala profesori. Nëse, si të kemi? Mirë, ju si jeni ju? Në mirë. Në mirë hat, si shkojnë planet? Po planet mirë, më thënë, mirë themi gjithmonë, po në përpjekje për të shkuar atje ku mendojmë, sepse gjithmonë jo vetëm ne, po edhe ata që ka qenë para nesh, kanë hikur nga kjo botë në përpjekje për të kapur majën, po maja s'kapet asnjë, kështu që edhe ne ato do bëjmë. Shumë e drejtë. Jemi kështu në gjendje statike. E keqja më e madhe është kjo që Ceke ti është gjithë këto artistë ndaj që kemi pas kanë nga kjo botë, kanë edhe të varfër, të pavlerësuar edhe të varfër nga ana monetare, se nga ana shpirtërore kanë qenë disa kanë qenë mirë, po. Po edhe shpirtëroria lidhet pak me pjesën monetare, por e rëndësishme është që kur kanë ikur nuk kanë ikur anonim dhe kanë lënë gjëra shumë me vlerë. Këtë të paktën të gjën e kanë lënë, sepse për pjesën e të ardhura është akoma edhe në këtë periudhë që jetojmë që është pak problem. Mbijetesë është, ke drejt, shumë e drejtë. Më thonë që të bësh një gjë të suksesshme, do t'i bësh gjitha vetë. Edhe kur i bën gjitha gjërat vetë, prapë do të çedosh diku se. Por e rëndësishme është mos çedosh ajo që ti ke edhe primaren. Si e ke njësë fillimisht? Si ke hyrë artit? Ke pas pasion që i vogël lije? E di pse qesha, se këtë gjë po prisja dhe më kujtua Sandri që da nuk e kënduar për herë të parë. Me të drejtën, ndonjëherë janë dhe përsërisje fjalët e gjërat, po më pëlqeu mënyra ku më ftoi Renisi, tha do vinë bëjmë çik muhabet dhe prandaj e mora shumë me sportivitet, se edhe po dalësh, kemi dalë shumë emisione dhe i bie të themi të njëjtat gjëra. Por këtë rrugë me të drejtën e kam nisë nga pasioni, nuk është se thash do bëhem aktor, do bëhem producent apo ku di unë që do jemi suksesshëm, edhe kështu nuk eca me këtë mendje, thjesht kisha pasion, tash po e provoj. Edhe kështu nisi, domethënë ishte vetë publiku. Ti ke lind Berat, apo? Po në Berat. Sa vite ne tani? Kam lind në një rrethin Beratit, kam domethënë 6 vjeç jam shpërngul që ndaj në kohën 97-s. Në 6 vjeç. Po mirë më burr. Unë kam qenë klas 5. Ti thejesh më i vogël se ne? Vënde. Burr. Po. Ka qenë koha e rëmujës në atë periudhë, erdhëm me familjen edhe kështu, jam rritur domethënë në Tiranë. Kush pjesa e kësaj, nuk është se ke prisë që të ecet e kjo fushë, pritesha o të bëhesh një baterist, se i bie baterist që i vogël, ose të bëhesh një piktor. Po, i bie dhe sot, po nuk është se kam ato instinkte se. Ju jeni vetë kjo fushë, po edhe po e lej një farë kohe, domethënë. Mirë, ke pasion të paktën. Po ke ushtruar? Jo, s'e kam ushtruar, domethënë deri në moshën 14 vjeç po. I sajoja vetë ato merja ça patina që kanë qenë patina. Po. I merja kuzhinjeta dhe bëja ca me tako, fusja kuzhinjetën këtë, bëja pedalin e xhezit. Kikut. Lëkur kështu baktish,
për të krijuar merja kovat. Që kishte plakat e shtëpia, po edhe ajo ishte vetëm për ta mbajtë dhe vetëm të shikojë se si është bërë. Edhe e praktikoja, se ishin dhe mundësit, që thamë që në fillim gjës. Pse gjithë i bjesh, s'ke kujt i bjesh. Biri, po. O pasaj në lice, bone... Jo, dhe me thënë, shkollën e pas ke po këte, dhe me thënë, një klasë pare, po, këte kanë. Që në klasë parë ke një lice, po kënë shkollë të mesme, si ke pas? Po, nisha shif që në klasë parë, me thënë drejtët, lice, po nuk, unë kam ndruar shumë shkollë i vogël, për arsye se ishte në atë periudhë që më ka kap mua kjo punë e shkollës ishte me zonë, që unë duhet ta bëja shkollën në X zonë, nuk mund ta bëja se nuk ka qenë edhe aq e saktë koha, atëherë ishte edhe pjesë rrugë. Nuk e di tani. Me zona është po, ka qenë me zona që ti s'mund ta bëj as gjimnazin, s'mund ta bëj as te Partizani, do ta bëj te Samiu, se të kapte ajo zonë. Zona tjetër, po. Jam më shok kam qenë mirë në Rrashan 2 shkolla ka pas gjithsej ishin në rregull. E di. Dhe unë kam pas ke Partizanin duhet, po shkoj. Edhe ti ke ndru disa. Nëse ajo zona aty është. Shumica në Partizani shkonin në Sami, pasi në Samiu. Që kanë darë në shkollën, kjo është shkollë më e mirë që ta fusin këte. Do me thënë fillorit të vjeçare nuk ke qenë lice, lice e fut mesme. Nuk kam qenë, jo. Ato kjo pjesë që thua ti ta çojmë andesë është më mirë, në fakt unë isha më mirë se unë në 8 vjeçare na kam bërë të seret e maçe. Po ti pas e qenë në shkollën im? Po, aty kam bërë 8 vjeçare. Dhe ishte kjo gjëja që ti kishe shumë atë lajës, kishe shkollë tjetër, kishe zëm të Silikodra, po. Mirë, si një taku ju e? Lagja ime është poshtë tek frigoriferi, po e dite. Ke disheza? Po, te frigoriferi, po. Çfarë thotim? Po, domethënë, deri në klasë 6 kam qenë servet e maç, pastaj nga klasa 6 deri në klasë 8 se na ka kap 8 vjeçarja, isha në Silikodra. Ua, po nuk pas. Ti pas ke pas po. Po. Ju keni 2 vjet diferencë, apo? Disa mund të na panë, po. 87 86 e tjerë. 88, është ajo. 87. Ose ngjajsi ose katësh. Po lice si vendosë me shkollë, çfarë mend si kalove kjo pjesa e artit? Pikturoja, kam thash kisha qef baterinë dhe për pikturë kam qenë shumë i mirë, domethënë flas autodidakt vet, nuk ose kanë kisha bërë ne kështu, po familja thoshte do bëhet piktor i mirë ose ose ke në fakt ajo është. Po, dhe pikturoja për qef, kam shumë portrete gjëra që kam bërë atëherë dhe njëkohësisht baterisë, edhe prandaj ndoshta më shumë liceun. Po te liceu ndryri dikush që ta mund të jetë për pikturë se ka më shumë dorë te kjo gjë. Po baterisë sikur s'ka lice fare, edhe sikur duhet. Ka pas perkusion. Po, perkusionet kanë qenë gjithmonë dhe madje futesh ato që dalin nga liceu shkoshin dhe në Akademi të Arteve, Institutin e Lartë të Arteve që ka qenë në atë kohë dhe pastaj futeshin në orkestrën, në një nga orkestrat simfonike që ka qenë, po është vërtet. Kështu është. Disha. Po, ka pas për perkusion. Po, edhe kështu, ndoshta një kurs me dikë atje, pastaj luftim gjatë rrugës, nuk është se kishim. Si shku shkolla mesme, çfarë tipi ke qenë tip Gjiua, çuni urtë. Them drejtën, kisha një shoqëri që ishte me vërtet problematike, shoqëria që zgjodhe vetë, se vetë e ke zgjodhur. Urrita me ta, nuk është se kisha edhe mundësinë ta zgjidhja, domethënë do ti ishte në një zonë që gëzoj respekt pafund për gjithë, se secili ka ecë bizneset e veta diku shumë, por unë këtë gjë time që e kisha artistike, po themi e kisha edhe pak kompleksa shpreha, sepse ishin tipa të rënd që ne rrajm, nuk kemi artista që ishte zona e tillë dhe ndoshta atë ishte pak vuajtje për mua, po në të ardhmen më shërbeu shumë sepse urrita me instiktet e tyre dhe nëse bëj tematikat e filmave sot, gjishim kanë ndihmuar shumë. E ke jetuar po. Se urrita, domethënë do urrita me atë frymë, mënyrën se si bënin, domethënë ka shumë gjëra, presione, domethënë. Dhe ishim të vegjël, shkonim në përshkolla. Janë ca gjëra që s'duhen thënë se japin padashje mesazh jo të mirë, por fëmijë ishim, shkonim më jep 300 lekë, 500 lekë kam thoshte ai. Grupe. E din vetë. Nëse i përshëndesim, i themi që koha. Ka qenë afër zonës restorant Durrësit. Po. Restorant Durrësit shumë i famshëm ti gjën. Është. Në vitet 90. Unë që vi nga vendet e vogla si di këtë gjë, në të drejtën. Restorant Durrësit. Për herë parë 2000 nga marrë në Tiranë. Sa të viti kanë? 2000. 2000 po. 2000 Jo, pastaj një 2 vjet vetëm kështu isha kalim si jetoja në Rrëshen, po pastaj erdhi vija që bëja ato koncertet e pranverës, kanë qenë koncertet e pranverës, festivalet e mëdha. Pastaj hika me studime jashtë një 4 vjet e ca. U riktheva në 2006 pastaj. Nga aty pastaj se më shfut më nga Shqipëria.
Dhe është rikthyer fuqishëm atë. Po. Vërtet, jo vërtet, jo. Komplimente sepse ne njihemi na larg, por kemi pas ndonjëherë respekti reciprok. Të dy jeni shumë lart për atë që bëni, e kupton? Faleminderit shumë. Filmin e parë? Filmi i parë ishte thash test, edhe jo nuk e dija se çfarë po bëhesh, ishte thjesht pasion sepse i ka bërë gjitha vet, duke i marrë me gjitha çonat vet. Kur thua gjitha vet, do thonë njerëzit çfarë do të thoj ky, në halli janë filluar gjitha vet, nuk se kishin luksin që janë të pak njerëzit domethënë që e marrin përsipër të bëjnë një gjë të tillë dhe ta bëjnë gjithën vet, domethënë pastaj dalin suksesshëm. Tani ideja shumë pa ta marrë pjesë në një konkurs që ka qenë TV Land e Top Channel atëherë, ka qenë 2008, unë kam qenë 18 vjeç, 17 për 18 dhe kur aty thjesht mora kohë për të parë çfarë do thoshte juria, sepse ishte kjo gjë se me vërtet ti mund të dishte vetja që ke një dhunti, po prapë nuk e dëgjove na njerëz që merren. Tu vetëm atë për aktor apo thjesht? Jo. Thjesht kur mora një përgjigje nga juria dhe më çuan deri në finale tek ky emision, aty filloi pak ajo gjë që prit ta provoj. Vetvlerësimi e tërë. Po, domethënë edhe pse jo ta provoj, se si dihet. Se e rëndësishme është që ti ta provosh, dole mirë keq, rëndësishme nuk të ngel, pse nuk e po. Edhe pash disa producentë që diskutonin për film jo kështu rreth e rrotull atyre zyrave kur isha atëherë dhe i shikoja kështu të më thon mua, domethënë se isha i dëshira që pse mos më shohin. Që edhe bërtet kot, kupton se po bërtitë thonë ja pse ka talent kë. Ose këndon kot, e kërkoj që të shoh të dëgjoj pa dashje. Edhe gjë që nuk erdhi ajo na njerëzit që diskutoheshin atëherë dhe kisha dëshirën thoshta sikur një rol, ku di unë, e doja shumë të pjesën e filmit, por që e shifja të pa mundur. Dhe mbas atij konkursit më ftuan te Portokallia, unë bëja në atë kohë Sali Berishën se sapati i ka Grolaka në Portokallia. Bona audicion apo thjesht ishte ftuar edhe audicioni im, si ishte nevojë për audicion? Jo, audicioni im ishte konkursi që bëra, dhe unë i kisha dhënë, po thjesht ishin ti ishe qenë në konkurs aty dhe kishin pa. Dihesh ç'a bëhesh, vetëm thjesht u ftova do e bësh edhe po ishte pak rrezik sepse unë isha vetë fan si Agronit në atë kohë, domethënë gjithë populli ishte mësuar me Agronin dhe normale thotë kush është ky që zvendëson, ishte pak frik sepse unë realisht nuk doja ta zvendësoj. Kohë që shkuti s'ka qenë me Agronin, më? Unë domethënë Agroni sapati ik punët e veta, nuk e di. Jo, s'ka rëndësi, nuk e di. Nuk keni qenë bashkë në. Jo, s'kemi qenë asnjëherë bashkë. Nuk kemi qenë asnjëherë bashkë, vetëm u dha si gjë dhe nuk e prita se ishte edhe përgjegjësia e madhe se ndihesh mirë se thon do e bësh ti, po është edhe kjo gjëja tjetër prit si do e presi njerëzit. Po. Edhe unë isha i dobët atëherë 19 vjeç, domethënë Berisha dhe fillova me ato të mijat, improvizimet e mia që thoya po bëj palestër, bëj beatbox, fillova dash një trendi në kohën që ishte. E fillova si sala. Edhe e priti mirë publiku. Edhe kështu ecin atë sezon dhe mbasi përfundoi rrugtimi im aty, ishte kjo dëshira. Edhe në disa miq në Shkodra ishin ca çuna që kishin bler aparatura, kamera që kishin dalë me sa dolën këto kartat digjitale. Edhe kishin krijuar një simpati na larg dhe thanë pse jo ta provojmë mirë. Bëjmë disa skeçe në film, sepse unë vija në një spektakull humori edhe bëm disa skeçe, i nxjerrim kështu për vitri ato me një klikime për kohën. Thoshim pse s'bëjmë një film, se këta e dhanë si ti ke kontakte, ta ish kontakte sa kisha kriju unë për atë kohë, domethënë. Edhe kështu nisëm për një metrazh shkurtër diku te 15 minuta, 20 minuta një komedi. Personi që po xhironte tha pse se bëjmë 40, kështu zgjat po tamam, film tamam. Ne titulluam Çimi atë në fillim. Edhe kur e nxorëm kinema, ishte gjë e parë, nuk ose u mërzitëm pak se s'morëm sigurisht s'kishte shikurshmëria sa kishte. Po, edhe e hodhi internet ky djali këtë gjën, e hodhi internet, në internet mori shumë domethënë se njerëzit kanë qenë bëjnë seri. Normal. Po ashtu ishte edhe periudha dhe çfarë thonë apo s'dolën YouTube. Jo, tashti, më vetë kanë ndryshuar, në fakt ka qenë edhe periudha atëherë, në fakt YouTube në 2001-shin kur është hap tamam për publikun. 2001 më duket 2000. Jo, në 2002 kur kam qenë në Itali, unë ka qenë ishte hap, kishte pak që ishte hap. 2005 e di prita. Jo. Shtap më herë. Nëse s'ka lidhje. Nëse duhet të pyesësh ChatGPT-n kur është hapur YouTube-i thuaj. Se mos të sot në orën 7, jo imi, YouTube-in në përgjithësi. Kur është hapur YouTube-i, ja tash më vjen keq. 14 shkurt. 14 shkurt. A? Lali 2005. 2005, a? 2005. Çfarë thua?
Pas kam qenë atje. Majmen kam gju kongën e Alban Skënderit që pa të fitu Top Fest-ën atëherë në YouTube. Dhe ka qenë në 2005. Në 2006 më kthy, po në 2005. 2005 që. Fiks fare. Dhe është tap. Mhm. Edhe kështu, domethënë ai kur doli ai projekt, ai çoja test atë se nuk e ditin çfarë do bësh, atëherë morën vendimin këtë ta bëjnë ta kthejnë në një gjë më serioze, të vinte në një formë filmike, në xhirime, në përzierjen e aktorëve që njihnim. Po mirë, regjinë këto i bëje vetë, domethënë, ishte gjitha vetë. Çunat i kishte vetëm thjesht si operator, thjesht me çunat i kishte operator, thosha kap këtu, vëre kamerën këtu, pa ja hiç merita të gjërat, kam bërë por këndet, zbërthimin e gjërave kam pas. Syri piktorit pastaj duke qenë se edhe për ke bë pikturë është normale, por më mirë se kam punë në fillim apo jo, mbas këtij testimit parë e mora seriozisht pastaj gjën. Se shikoja komentet, njerëzit që tash okej, mund pa kisha edhe do si bie kritika shumë të mëdha, që thoshin ç'është ky skandale, ku diun. Por nuk bazohesh se kur vjen pesh të dyja gjërat, shifja më shumë njerëz që mdonin se sa. Edhe thosha mund ta ketë diçka se dikush mund të ketë vite dhe sa ka arrit ato gjë. Edhe sigurisht do nxjerr një mund të jetë mirë, mund të jetë mirë, mund të jetë që njerëzit janë mësuar ndoshta me pa gjërat thonë shabllon që në fillim edhe e mora u përqendrova te kjo gjë. Thash do bëj këtë, krijova pak a shumë atë dramaturgjinë që si mund të fillojë, si do zhvillohet dhe që të ketë një fund e kështu. Ma me atë kohë që ishte atëherë, tash sa më shumë rritesh, kupton dhe më shumë si në ana profesionale dhe në shumë gjëra. Asnjëherë se i kënaq me ato që ke bërë. Po. Si shoh dot, po shumë vështirë. Ne bëjmë klip për shembull, edhe hajde ti gjesh fabulën plagë sa kohë duhet. Imagjino të bësh film një orë gjys, një orë qerek, një orë 20 sa. Është vërtet se s'duhet ketë asnjë lloj plan parazit e quajë. Është patjetër, shumë e vështirë. Aty s'ke si në tekst, edhe në tekst është kjo gjë që kur do të ketë lidhje çdo gjë që të vijë natyrshëm. Kështu nisi, pas e filloi 1, 2, 3, 4, ishin njerëzit, bizneset që po ofroheshin vet për sponsorizim, po. Po, sepse unë këtë kisha pak komplekse, kisha ndoshta edhe ndaj jetesa që kisha, që t'ju shkoja njerëz dy trokisja, nuk e di mgjante sikur. Gjithë kemi pas imprezi jon për shembull gjithë. Njëri që se kush merr din zyrë, do ta bësh, më thamë shpuna jote, pse nuk shkon. Domethënë se për të thënë ta e kam kollaj. Po, normal. Por ti tash ti jep shpirtin një produkti që do ta bësh, po them projektin tënd, edhe kur vjen momenti që ti thuash dikujt kështu se si e kemi gjithë edhe unë e kam të parë. Edhe njëri që e bëra valla, por domethënë më mirë që e bëra që e kuptova që ajo që mendoja ishte vërtet, por që më ndihmoi në një gjë tjetër, po tregoj si situatë. Ishte një, se s'dua të them emra gjëra, se ndoshta edhe ndihen keq, por unë e përshëndes prapë se edhe kohën e harxoj. Ishim në një restorant ku kjo pa ante supë, edhe unë kisha një iPad la që i tregoja të çka kisha bërë. Ajo hante supë, i frynte se po e diqte supa. Dhe i thosha unë thosha, na gjë tjetër më thosha unë. Ja tregojmë, kemi edhe këtë këtu. Po ç'a duhet na unë, tha ajo. Edhe e qet valla. Tipike s'kem filmi që po ta mendoj tani që bëj jetën time, mund ta hapet filmin me atë. Kishte një biznes ajo gruaja. Edhe i frynte supës dhe ande supë. Unë pa ngrën, pa tjetër. Jesh mund të ngopesh me aromën e supës. S'ka që do morë. Nuk ishte që do marrë. Ideja që më trego qa bëhet edhe kam qenë 19 vjeç fiks ka qenë. Edhe ne kishim gel, arsye pse unë po kërkoja këtë ndim, ishte se s'kisha një kompjuter të bëja montazhin. Në atë periudhë me filmin drejt fundit ishin edhe gjithë çka kishim mbledh. Ishim bërë xhirime gjërat dhe s'kishim një kompjuter ku të montohesh domethënë. Do ishte 2 milion lekë. Fiks. Fiks 2 milion, ai bënda ai kompjuter me që të edhe okej, lviz iPadin u 7 touch, 8 touch, ishte një iPad i vjetër me atë. Edhe kalon një person aty. Se këtë person do e përmendim sepse normal që ishte ndim. Kalon ishte i zotri, kjo çohet e lë supën. E përshëndet si je, thot atit. Mirë, thot kjo filani më thot mua. Edhe unë ndaj ta ul, se më intereson dhe kjo. Se po bëja mohabet me të. Thash unë si je, ora tha, çau më tha mua. Unë duk si plaga ime i moment. Çu bën familjes. Edhe çau, si je, mirë. Pyeta Kadri Morina tha, ka Eurosigu, është presidenti i Eurosigu. Po. Edhe gëzohem, thash unë, qa ka djali, tha, i në një lloj komunikimi shumë i thjeshtë, me kom tok. Po, me kom tok. Tha, po, këta artistë, tha, aman, tha, jo, nuk po gënje asnjë gjë. Tha, mundohet, tha, për bëna gjë, po më tregon, tha, se ka nevojë për një sponsor. Ajo e tha në mënyrë që do iki, ku nuk na pengon. Bëj dalë. Edhe tha, çka ke bërë, hapa iPadin, nuk jete një gjë.
Praf, si isha I shpejt e gishtat, e kupton? Pa, dhe sekuenca që doja unë, mos ta mërzisja, e kupton? E pa, tha, okej, thaj, do vishte zyra ime, si ishte ditë e premta e shtunë, të hënën tha të pres në zyrë. Ka qenë komunikim, edhe unë, na që isha lodh me këto gjëra dhe kisha pak atë sikletin që a thash në fillim që, thash, o kështu thoni gjithë, thash, po gjithsesi faleminderit, dhe mbylla iPadin. Tha, po do të pres tha në zyrë të hënën. Edhe më dha numrin. Shkova tek zyra, edhe si përfundim na ndihmoi Kadriu, kështu që respekt për Kadriu. Po e kam lavin. E bëri me thënë. Po, ishte një gjë që unë e mendoja që mund ta merrnin për dopsi, se çfarë ndodh ti kur I shkon një troket dikujt, qoftë për lloj bashkëpunim, nuk është fjala vetëm për sponsor, gjëja e parë që bën ai ta merr si për ulje, që ky erdhi te unë. Po. Unë është budallik ta mendosh, është I bie ti I vogël. Se unë nëse vi trokas e ty, shoh një gjë të fortë ti, unë do të bëj një shok të fortë, të bëj gjëra të forta, nuk mund të, po jo se është ulje se unë. Krau tjetër është shenjë respekti që po vi patjetër. Patjetër, është si respekt. Patjetër, po të ulësh veten, domethënë ti ke shku sepse keni synim. Shumica e marrin në këtë gjë, që erdhi te unë, domethënë. Po janë ato njerëzit e ulë që. Bravo, mund I quaj të mirë mos bashkëpunosh se sa të bashkëpunosh. Po, I quaj të vegjël. Fakt sa më lart ti je, aq më shumë vlerëson gjithë xhesin, kupton? Tash që do ul kokën pa dashje se ra telefonin. Ra telefonin. Ne kemi lënë telefonin këtu poshtë tavolinës. Atë edhe prit sa fam apo jo. Po s'ka bateri. Por me një karikim man gjat. Ja se ti më shoku. Me që jemi ke bateritë? I kam një 3, 2. E më mirë, deri në fund puntatës. 1+1 se episodi. Nuk thuhet më 2 në Shqipëri plako. 2 edhe 9 nuk thuhet më në Shqipëri, janë bërë gjithë kështu. Çka edhe nëna shoku. Po shoku ta fut. Jo na fut. Edhe në shkollë të lartë pastaj vazhdove për pikturë apo? Jo, nuk vazhdova më për pikturë se çfarë ndodh në moshën 19 vjeç u futa te kjo gjë. Te pjesa e filmit dhe të jemi sinqert nuk mund përgjigjen në telefon. Përgjigju. Sepse jo telefoni se thon njerëzit kur diçka foto të poshtë, numri punës së fakt, po thjesht dëgjoj jam në emision live dhe thjesht jam në emision live dhe më thuaj, jam live. Po patjetër do e dërgoj unë. Po në rregull. E morën vesh gjithë. Okej, ça. Ço do të organosh më unë? Duhet pasaporta thaja, po tash. Po jo na qemi me datën e filmit në Firenze dhe prandaj duhet të dalim te gjëra si, ne do flasim më vonë, se tash ishim për çfarë mobeti për shkollë. Po. Domethënë u futa te pjesa e filmit dhe unë jam shumë I sinqert, nuk kam turp për të kaluarën. Ndoshta mund të jetë frymëzim për brezat e tjerë. Unë u shkëputa në fakt në shkolla që doja të vazhdoja. E fitova si gjë, nuk kisha mundësi. Po. Të jemi sinqert fare, nuk kisha mundësi ekonomike për ta bërë. Vazhdon të ndodhi dhe sot e kësaj lite. S'kisha çfarë bëja, u përballa me realitet ku dhe familja më tha që dëshira jon shumë e madhe ta ndjekim këtë gjë tënde, por nuk kemi mundësi. Domethënë arriti një gjë që foli familja shumë hapur me mua. Nuk mundemi, ne thjesht duam të krijojmë si të mbijetojmë, se ishte edhe koha si periudha që ata donin që ti të shkojnë, filloj të punoje. Po sepse jo se donin ata, po dhe ti vetë ta kuptoje. Patjetër. Si çdo familje shqiptare, shumica e familjeve shqiptare kështu ishte. Domethënë, po dëgjosh histori ka dhe më dram se kjo, por gjën që doja unë është drama. Unë do të merresha me diçka artistike, me një gjë që kështu dhe po të merre realiteti nuk përputhesh me gjën fare. Shumë drejt. Edhe pse vazhdoja këtë gjën, kisha një siguri të vetja, thosha doja të dal, edhe vazhdoja dhe punoja, domethënë njëkohësisht. Bravo. Domethënë me këtë gjë, nuk e kisha për turp, ishin ca njerëz që thoshin po ç'a I duket vetë, ja, domethënë dëgjoje muhabete banale, a mos an kam është ai ç'a aktori është, domethënë muhabete lagje, po them. Po. Po ty që të vrasin, realisht të vrasin se ti bën një kalim. Edhe pse domethënë e di si është vëlla, kam zbuluar nga gjithë kjo gjë që ndihemi ne inferior që bëjmë diçka, se ca njerëz që rin kafe, e kupton? Shumë e drejtë. Ti futesh në një kafe, të shef ai ty sikur ti je. Dhe kemi rakun se çfarë do thotë ai që rin kafe që dinë që është parazit. Domethënë, kjo është realiteti. Ti zhvuar këtij tash rregullove kapelen. Është tmerri për te. Dhe jam detyruar vëlla që nuk e vazhdova dot të gjën. Vazhdova komplet për gjë tjetër, po e vazhdova 1-2 vite më vonë këtë gjën. Po. Dhe përsëri pjesa e regjisë, producentit jam bërë autodidakt vet, duke punuar dhe kam punuar me pedagogë më të fortë dhe po ti pyesësh sot nuk e din që un mund të kem mbaruar regjinë. Po, ja, si në 2.
Po. Të dy autodidaktimi për këngë. Dhe jam shumë i sinqert te kjo pjesë, kam pas sulme pafund. Normal. Se dilin filmat edhe se nuk mund të gënjej un kod, jam me shifra çdo gjë në kinema edhe po të pyesësh edhe qoftë edhe rrjetet sociale, pritë valla. Deshe këtu. Pegët. Domethënë janë gjitha me çfarë se mos i ra ka. Çdo gjë është e dukshme se si ka nec edhe kam pas sulme, por kam thënë valla un i kam me shpallat e mia, në fund nuk kam se ndihem keq. Ata që më duan për gjë. Lezeto dhe më shumë. E si shumë e modhe, pastaj kur ti ja del për më tepër masi lumi kritikave, që jo më shumë. Je shumë i plotësuar. Po nuk i shkon edhe një pedagog valla, se është dikush që doli mes hapur fare një emisioni tha nuk bën. Domethënë një pedagog nuk mund të thojë nuk bën. Me vërtet nuk mos ishte, domethënë, unë kam qenë 20 vjeç kur u bë kjo kritika. Një pedagog mund të thotë duhet punosh, domethënë ke këto gjëra që ti shkoj, po nuk thotë një pedagog s'bën, se ti s'je pedagog, se ti je po s'mund ta bëj me fik. Po se edhe një që s'bën, i thua dështove herën e parë, provoj edhe një herë. Po nuk mund të thuash sepse i binte në ndesh me fjalët e veta, se thoshte merrën sa student, më thanë shikoj çfarë filmi ka dalë o profe, domethënë ja kishin shkuar me dëshirë më të madhe për t'ia treguar atë gjën, dhe ky që i tha ç'është ky skandal, domethënë ai binte vet në gjërat e veta. Tash nuk çalon gomarin na vesh se nuk është ky kënd i mirë. Ha shu dia Dalia, Allah kamerën atë kohë, ashtu e lash. Është çik subjektive kjo gjë, se në art subjektive është, shumë e drejtë. Që s'pëlqen 2% mua dhe hajde gjeti. Pra mjafton që ke gjuar me njerëzit i herë që të ndjekin nga mrapa. Ajo është kryesorja, se për pedagog që kanë qef ta kesh atë diplomë ta varësh murga sa të dush. Është vërtet, unë thjesht e ceka se nuk ke shumë njerëz që mund ta kenë si kompleks, mos ta kenë fare kompleks vëlla këtë gjë. Duhet të ndihen krenar për atë idetë e tyre, duhet besojnë te idetë e tyre, duhet punojnë. Shumë e drejtë. Por është edhe kjo tjetër, kur e shef që e ndjen që nuk ke të kjo, është si të futem te kënga, s'jam. Dhe pse ka vesh muzikë mund të të bëj ritmin ty e gjithë gjërat, por kur hap gojën s'di të këndoj. Shumë e drejtë. Edhe s'mund të nuk shkëlqen atë, ti mund të dish edhe bravo, po nuk është pusha ime. Si, domethënë pse u fokusove ke pjesa e aksionit më shumë, se filmat e tuaj ke aksioni. A tha pra nga lagja? Jo, nuk është vetëm nga lagja. Fillimisht ishte, po them, kur ishte ke portokallie, bëte humor, po them, si, domethënë, pati kalim, një kapërcim. Në atë periudhë që unë kam filluar, ku ka qenë 2015-a që ka dalë drejt fundit, ka qenë, jo se sot, po ka qenë më theksuar atëherë, pjesa e aksionit shqiptar flasë. Më thënë, bëheshin gjërat shumë hapur, edhe do thuash ti që ne i shikonin për ditë lajme, pse do ta bëje ti këtë gjë. Unë në mënyrën time thash do e bëj kështu për ditë trej se njerëzit e shohin, edhe për të lënë dhe mesazhin në fund fare, sepse personazhi që bëja unë film në fund fare ikën për shële. Po ikën dhe mesazhi ky është që lë një fëmijë mes katër rrugëve, lë shumë gjëra, edhe artistikisht unë kisha në mendje atëherë për ta dhënë fundin e filmit në këtë lloj realizimi, po mundësitë ishin, sepse unë doja që ky personazh që lozja unë çimin atko linte shumë hapësira gjatë rrugës, domethënë i binte shpullërnisit, i fliste keq gendit të tjetrit, edhe krijonte te publiku krijonte 10 asmëri. Që ky kishte lënë të hapura, e kupton? Dhe në fund filmit unë doja që kur të vinin këta tipat me maska, që e kam bërë në fund, unë i lash me maska prapë që mos merret vetë se kush është, prapë t'ia lë publikut që ore ishte ky ose ishte ai, por unë vetë doja të vija të gjithë personazhet, po themi 15 personazhe, të gjithë me armë, edhe do e thoja, një nga këta e vrau, po se kush nuk dihet, tamam. Kështu doja ta bëja, por nuk e realizova dot sepse ishte filmi i parë. Edhe mesazhi kuptohet qartë që gjithë atë rrugtim që bëri ai dhe mënyra si e loza unë, si e solla si karakter ishte që unë edhe pse ishte negativ, bënte gjëra jo normale, unë doja që njerëzit ta donin si tip, edhe pse bënte një vrasje apo bënte diçka që nuk është normale për gjën, doja që publiku të afeksionohesh me atë karakter. Dhe kur të bëja të kundërtën në fund, thoshin pse, sepse na bëri për vete, po pse ja po, sepse bëri 1 2 3 4 edhe normal, edhe kështu nisi. U pëlqeu i pari dhe të dytën e bëra aksion prap, te i treti dola te komedia që prap nuk mund ta hiqja komplet aksionin, mund të ishte aksion komedi. Dhe kështu i kam mbajt. Në çdo film kam lënë batuta që bëhen dhe virale, domethënë. Po, jemi pa. Është vërtet që është se thon. Po. Ti domethënë ke pas rastin dhe bravo të qoftë që ke ftu, i ke bë pjesë të filmave tuaj edhe aktor me emër, figura të quara të artit shqiptar, po thonë që për shembull është shumë e vështirë me punu me aktorë të vjetër. Në flas në këtë përditshmërinë e punës.
Janë të vështirë aktorët e vjetër? Të jemi sinqert, unë këtë kam menduar dhe unë, po unë më thjesht kam punuar me aktorët e vjetër. Po, sepse të gjitha të gjënë që unë kam pasur në mendje, se tash fillimet e mia ishin me aktor jo profesionist, por që kishin dëshirën si puna ime dhe u rritën gjatë rrugës siç u rrita edhe unë. Ndërsa kur filloi kontakti me aktorët e vjetër, ishte gjëja, më thoshin çfarë do t'japësh me këtë gjën. Okej, kam rolin e babait tun, çfarë babai ke? Ke baba rrugaç, ke baba. Futeshin personazh, po normal. Jep logjikën si do ta nxjerrun këtë, po, edhe futesh vet, domethënë aktori i vjetër, nuk kishte ti di thoje, po nuk e dua kështu jo, po. S'leni fare shkas, domethënë ta kuptonin patjetër. Unë i kam kthyer edhe pse kisha shumë siklet që të ktheja një imazh, jam rritur me imazhin dhe kulturën ku diun të X personazhit, të aktorit, po prap ata arrin ta kuptonin ku ndrrian mbas kamrës, ndoshta se shpreha të gjithën që ishte plani i duhur, dhe ai çoj thoshte dëgjoj, unë nuk ty s'pëlqeu se unë të pash. Arrinin të futeshin dhe tek ti që atë pëlqeu ty. Edhe më thonin që mos ki siklet, se atë e ke tilla, nuk kemi gjë. Domethënë, unë vërtet jam aktor i madh për ty edhe për tjerë. Por kjo është gjë e re, unë nuk e di. Derisa të njihem me këtë që ti e ke në mendje, duhet të më kthesh. Do të përfshihem tamam, derisa ti të arrish atë që ke në mendje. Dhe respekt për të gjithë, edhe unë kam fituar një shkollë nga këta. Më thënë, kam fituar vitin e parë me X aktor, vitin e dytë me tjetrin, dhe jam bërë ai që nuk kam frikë, të shkoj ku dua dhe një luftoj, nuk e kam edhe mirënjohje për të gjithë. Kë veçone një, po ti lëm pa emër. Secili ka të meritën e vet. Guljem Radoja, Bruno Shllaku, Çun Lajçi, mos dua të lë emra pa se kam shumë, Raimonda Bulku, Zamira Kita, janë të gjithë kasti që kam pas në ndër vite. Natasha Sela, Cekja, Sefullah Miftari, se secili ka të eksperiencën e vet dhe ti merr më të mirat tek gjithë eksperiencat. Bujar asnjëri ju, po them. Sepse s'dua të harroj asnjë emër, se kam pasur shumë dhe çdo aktor ka rrugtimin e vet, dhe ti mundohet të marrësh më të mirët. Të tregojnë dhe gjërat e tyre që kam pas dështimet e tyre, patjetër çdo njeri dështon, mundohet të shmangesh atyre dhe kaq kjo është. Po për zgjedhjen e aktorëve, këto gjitha vetë ke po domethënë. Unë fakt që kur e shkruaj filmin të mendoj, nuk e marr vesh. Unë audicionet i bëj për një personazh që gjatë kohës them këtë personazh e ka Çun Lajçi. Opa, iku. Me radhë. Këtë personazh e ka po themi ku diun Sokola Angjeli, shkruaj për këtë personazhe kështu të mjegullta, për shembull që duhet patjetër një audicion. Po këtë personazhe dytësore për shembull. Të po shpjegoja që shkruaj për këta dy dhe gjatë rrugës të dalin karaktere shumë interesant që duhen të përfshirë se s'bën. Duhen përfshirë se s'bën dhe duhen shumë të aftë. Edhe ti je i detyruar të hapësh audicion për atë gjë. Si bëhet audicioni, se jena kurioz. Pret kemi tavolinë, rrini kështu si. Jo, receton ai virë çfarë. Mos e themi drejtor banke. Po drejtor, kështu është për vetërimin, ja. Është ti do dalësh para. Po, audicioni është vëlla siç ndihesh komod te studio juaj që hajde bëjmë mohabet kështu. Në këtë formë mund ta afrosh dhe tjetrin, se po ndajte me një. Po se nuk të vjen. Po i heq edhe emocionet aty. Po i heq edhe emocionet, ai mund të ketë shumë, po mënyra si i rri. Dhe ne kemi lënë me hap të parë. Hapi i parë që bëjmë ne është që vjen një kamera përballë dhe i themi kush je, prezanton veten, eksperiencat që ke pas një jetë pak rëndësishme që kanë lidhje me filmin me gjëra. Ku diun ke punuar kamarier, ke punuar ku diun. Më tregon një eksperiencë tënde që me vërtet ti ke qenë shumë ngushtë si ke reaguar, po të gjithë këto gjërat ne nuk i themi na i trego. Ne themi vepro se si ke e shef në një situatë reale që ai ka kaluar, shef mënyrën se si është sjell dhe si përgjigjet. Ku shkon nervi aty? Po. Unë nuk bëra me nerva, thotë dhe kalova ne ma të shpjegon fillim, më them unë dua ma thuaj si e ke bër. Ma trego. Edhe e tregon, ke njerëz që në audicionet kanë shkëlqyer frikshëm fare më mirë se profesionistët. Sepse e ka përjetuar atë gjë dhe ky është hapi i parë që ne i xhirojmë fillim dhe kur shohim skenarin themi na duhet një tip impulsiv, po themi. Edhe hapim këta. Kush janë ato tipet? Impulsiv është ky, këtë do marrim vëlla. Sepse nuk ka meatër te filmi. Në moment që merr meatër ja ke fut vetë sepse është ajo. Patjetër. Më mirë thuj vëlla, hajde çat dush, shoku te ku diun se sa e kemi bërë dhe këtë gabim përpara që normal. Ai se jemi shok, po jo. Se aprish dot ti. Po sepse do rish ti me siklet në kinema kur tregosh filmin njerëzve. Kur dali shoku jo, do shihesh ose do i thosh, "Hey, ti marrësh vëmendje që mos shoh." Mos ta shohë atë. Mos ta shohë, ta dëgjoj fare atë gjën, defekt. Ai flet çka ka thotë. Shef kshu e shihesh i filmin. Kaloj skenën. Po ka çuna të rinj fal se të ndërpreva. Ka çuna të rinj dhe artistë që janë me të vërtetë talentuar. Ka.
ka shumë, ka dhe në shoqërinë time shumë që janë talentuar shumë, ka dhe që i njoh nga larg nëpërmjet ekranit që flas, i kam parë, jo se kam kontakt unë, ka shumë, por gjëja që shoh, e kam thënë dhe herë tjera, është që kanë këtë tangrëllikun, kam talent edhe duhet më vinë. Domethënë din vetvete se janë pak talentuar. Po kjo është gabimi që ky është gabimi. Ajo të lepa punë tamam. Ky është gabimi që bëhet me këta, sepse nuk duhet të kesh në moment që ti ke diçka shko gërmo ku të shumë drejt. Se kam ose ç'a ndodh, unë zëm si producent, po dalë pjesa e producentit tani. Nuk mund të marrë zëm, unë e di që je shumë i talentuar, bën namin ti, ku di unë, bateri po themi. Po në moment që ti nuk je korrekt, vishte unë, vlla, edhe ma bëm punën. Na ka ndodhur rëndom që kemi ndryshuar pjesëtar grupi për këtë arsye. Na ka ndodhur rëndom. Jo, e mora si shumë se ma bëri pak si muhabet nisi, po doja që duhet të jesh korrekt, mund të jesh shumë i talentuar, je ku di un bën magji, në moment që ty të bëhet puna e vështirë, ti nuk si e mod ti, je ke mendjen çfarë do bëhet, e kupton? Shumë e drejtë. E provizionizëm më të mëdhej, edhe në mosh mund të jenë, mund të kenë fituar çmime, suksese pafund, ve puna aty duken ke momente që ti je në punë, ke korreksia, ke disiplina, ke të gjitha. Është kryesore. Është gjë më kryesore, se ti në moment nuk vlerëson punën tënde, çfarë pret. Se perceptimi është që ky është artist i madh, ky do tash kush disa port ka. Jo, çfarë thotë? Kishim Viktor Zhustin e vëlla u lodhëm të gjithë në xhirime se harrova çfarë të emra që po thashë më kujtua Viktori. Te filmi Ego, domethënë ishim ndjell, se ka qenë nxehtë shumë ku po xhironim, edhe ideja ishte që do ishim ndimër. Domethënë xhirojmë verbë me xhupa. Po. Edhe gjithë grupi i të rive ishin kështu ku të kap në cepie, ky ndjell valla. Mbarun xhirimet gjitha, Driloni do bësh një tjetër që ta kesh. Domethënë atë që mendonim ne që do kërkonte gjithë ato kushte që prit se bëni skenën dhe kur ta bëni skenën vi unë, domethënë. Si ndodh zakonisht me jo, aty kur bëhe skena, arrinte, shikonte, lërë që nuk doli jashtë procesit njërë, ishte gjithkohën këtu. Domethënë ne flisim normal edhe kur vinte momenti ktheheshim. Kurse ai edhe kur fliste normal ishte në proces në gjendje ella, nuk dilte asnjëherë. Kur mbarun xhirimet e lçonte ai gjë. Ose kur i thoje që kemi këtë skenë tani, po më vonë do, më të lutem thoshte, mos ma thuaj atë më vonë. Jo, po që ta kuptosh që do të përqendrohen me kjo që kemi tani. Shkëput nga brendësia e bravo. Po i thosham po që të kesh një ide se më vonë, të lutem mos ma thuaj më vonë. Më lër këtu, më mbarum këtë, dalim atje pas se më vonë. Domethënë mëson shumë, mëson edhe jam me fat që kam punuar me ta. Patjetër. Dhe janë shumë komodë, profesionistët janë komodë, ata që janë profesionistë. Kush vetë quhet pas edhe do të mbushi veten me të mira, është problem tjetër. Çfarë bëhet tani nga Italia? Ishim tani në prill. Me dola mi lokale, u knash. Çfarë bëhet tani? Po çfarë bëhet valla, ja, me datë 27 do jemi, ne do japim filmin. Çton datat? Datat po ecin mirë. Me thënë drejtën është se bashkë folëm pak shpar, por është një projekt që kalova shumë peripeci gjatë rrugës, jo për shkak të jo përgatitjes time, por shkak pabesie në marrëveshje të gjërave. Ti ndodh rëndom në Shqipërinë tonë të dashur. Domethënë unë të them Renis. Unë lekësh me. Po, unë të them bëj tekstin gati, kë kamera dua këtë merre mos sa kokë fare, dhe ti gjithë vite eksperiencë që ke edhe njerëzit e duhur që ke më të kështu që do i marrësh për të bërë atë gjën tënde. I merr dhe unë në fund stap telefonin. Kjo ishte situata, po nëse ta kalojmë të gjën, ishte i ndodh gjithë, domethënë. Gjithë ndodh. Këtu në Shqipëri besoj se i ndodh, po kemi këtë kulturë, këtë lloj mënyre të sjellurit me njëri tjetrin. Tash ndahet edhe pak gjëja, se nuk kem në fillim as ti as unë. Po, ndahet çik dhe biseda. Tash nëse do të bësh një bllaf, mos e bëte ne. Tash ne as nuk po tallemi, po themi që edhe në tavolin kur bëjmë muhabet. Jemi gjithë rraf, po, janë shumë gjëra, ose thuaj bëra shaka, ose ku di unë. Lëre mos e bëj se ashu isha i të pirë, ku di unë ta thash edhe. Po edhe të rigjesh. Por fatmirësisht është filmi më i shitur që kam pas plas në për salla. I fundit dhe i thashtë edhe Renisit çfarë që kishte momente që shikoja filmin kinema në fund. Thosha, si më futin borxh ky, se shikoja filmin, po shikoja, po se aty e ke vënë. Normal. Edhe kur shifja edhe sallën pasi që qeshin dhe ishte plot, thosha, ja, ky po i lam prapë. Normal. Edhe moralisht thosha, bravo, puna duhesh një sprov. Kjo sprov duhesh për të treguar që prit se gjërat nuk janë ashtu siç ti mund t'i mendosh edhe
si i projekton, por ka edhe probleme. Por e rëndësishme që unë çedova te kjo gjë. Jo më kote thash ato që kur bën shumë gjëra do të çedosh te diçka. Po rëndësishme është mos çedosh te ajo kryesorja, që në këtë rast filmi që ka sukses. Po. Në gjithë karrierën tënde, domethënë ka rastisë të kesh kështu lloj njerëzish random apo Jo, nuk kam pas, të jemi sinqert. Ishte hera e parë, jo, kjo ishte hera e parë sepse ishte një gjë një shumë e madhe, nuk po flasim për diçka që ti mund të kursesh veten për një muaj, 2 muaj dhe problemi është ky mirëbesimi, se ti ka më mirë. Edhe ti futesh lumit në kohë. Sidomos kur është një pjesë e madhe ti do i futesh lumit dhe ti s'ke pse dorëzohesh, por lumit ti futesh me e ke siguruar këtë aspekt. Po kemi pas edhe më përpara, po jo në këtë nivel. Të tipit mund të kenë qenë kjo që tham, që themi po sot, po nesër gjë se kështu, okay. Faleminderit, edhe e njeh. Po. Se ndonjëherë unë them, duhet ta njohësh njeriu, nëse thot diçka po, faleminderit. Ose po ja them mbaje. Ose thuaj që dëgjoj thash, po. Se dha ti bën der dhe vetes i bën der shkurtojnë gjërat, nuk shkojnë zinxhir të gjitha. Unë jam kurioz edhe për këtë pjesën e organizimit të eventit nëpër Europë, nëpër botë. E bë vetë personalisht apo ke dikë që merret? Është vështirë si funksionon si procedurë? Nëpër Europë, nëpër botë është shumë e vështirë. Duhet të ketë distribucione që janë shumë të mëdha, që të kenë një librari shumë të madhe për të transmetuar projektet. Por është edhe një mundësi tjetër siç operoj unë, këtë ja jap edhe kushdo që ta bëj si puna ime, sepse nuk jam i mbyllur që e bëj unë, s'do ja them njeriu. Domethënë mund të marrësh sallën me qira. Po. Që thua, ku do jap, ku ka shqiptar, ka në Milano. Do shkoj në Milano, do marr sallën vetë valla. Merr vetë me qira sallën. Po, edhe i thua, sa kushton salla kaq, faleminderit. Ma jep. Edhe e jep. Po, se çan doll në moment që ti do të krijosh një kontratë kur do ti për filmin, ata kanë kontrate me filma botëror që janë bërë 2 vite para, 3 vite para, nuk më ndeqin filmin ai nga patjetër. Na playlist apo themi se do shkosh ti, por një ditë e bën ai. Thot këtë filmin në Xim Fast and Furious nuk e shohim dot në orën 7, do e shohim 8:30. Edhe ta lë ty sallën, po. Në këtë formë, por edhe kjo do siguri, se të paguash po themi sallën, që s'dua të flas me shifra, po kalojnë te treshja e lartë, paguash qiran e sallës, do të jesh i sigurt ti me punën tënde. A do vin apo jo? Edhe unë realisht këtë gjë pse e kam bër? Edhe në Tiranë e bëra këtë, nuk është se bëj në Europë. Në Tiranë unë hapa një sallë tim me kinema. Jo se unë zëmrova me kineman edhe ku di unë, po thash prit. Në fillimet e mia thosha, a bëj për këtë punë apo jo? Mora një përgjigje nga publiku që thoshin bëj tjetrin. E bëra. Tek i dyti mora klikimet që ishin maramend se për një film, se domethënë nuk është këngë, se këngën mund ta dëgjosh 500 herë në ditë dhe do shkoj me miliona klikime. Kurse filmin do shohësh 2 herë, 3 herë, edhe vajti filmi 11 milion klikime i pari. Domethënë tjetri ka vajt gati 10 milion klikime. Edhe këtu e arrita atë që unë mendoja që prit, njerëzit në dashka, ne shohëm këtë gjë. Kur kalon te i treti, te i katërti, ti do të testosh veten. Domethënë unë jam një njerëz që njerëzit duan të bëjnë seri në rrjetet sociale. Apo do rrezikosh dhe të provosh, a do të vi fizikisht të ta blej atë biletën? Aty e teston të jo, testo veten se ti nëse do ecësh me këtë gjë. Se çan ndodh, ke njerëz që ka marr 3 klikime të 2 punët e para, i blejnë të tjerat, por mos t'i rënë ajo gjasmet e njerëzit. Kjo është gënjim, është mashtrim që ti futesh në grop. Gënje veten. Duhet gënjur veten që un jam akoma ajolla, dhe kur vjen fundi pranoj, s'ke ç'a bën. Ose vrit mendjen ç'a do të bëj. Është drejt për drejt, është në mënyrë fizike dhe me të pranin e publikut. Edhe un kam bërë këtë gjë. Vlla, më vin fizikisht këtë gjë kam provuar dhe faleminderit Zotit, jam tek përgjigje pozitive dhe kjo që kanë ardhur njerëz dhe unë i falenderoj pafund. Jam i vetmi njeri, vlla, ju nuk e bëj për çoka, për të duk. E kam bërë që nga projektet e mia, po shihni videot që bëj unë backstage, takoj çdo njeri që ka dëshirë të vi ta afroj të japi dorën. Nuk jam si ata njerëz që dalin sken i thën faleminderit që erdhën dhe shihen me ndaj cep, andaj të krijoj atë që s'ka shanse. I rritet dera çdo njeriu sepse them vlla, ka ardhur na 2-3 orë larg për të ardhur. Ai është menaxhim i keq, do të thonë ti je i paprekshëm, se këtu në Shqipëri në fakt sa më pak të dukesh publik, aq më i paprekshëm bëhesh, aq më shumë duan njerëz, jo, përkundrazi, dhe unë jam komplet me ty. Domethënë unë gjithmonë edhe unë live-et e mia dhe Renisi gjithashtu, gjithmonë kur jemi në live është ka gjë më të mirë tulish ka vlerësuar më plak, patjetër. Shkrihesh, ai ka vlerësuar artin tënd, me të vërtetë e pëlqen. Pse mos të ndash para muhabet më vëlla. Dhe këtu tregon që ti je i thjesht, je si ata. Ti është profesioni i ndan, ata kanë një punë tjetër, ti ke një punë tjetër. Kjo është drejt. Kurse këta që duan të bëjnë këtë fryes, nuk duhet të futen me se ngjan sikur do godasin ndonjë, po nuk kemi asnjë. Po mos ka lidhje, ato let goditen vetë. Bravo, ata që e ndjejnë veten te kjo goditje, thjesht ta ndryshojnë se jam i bindur që do i bëj shumë më mirë kjo, se ç'a ndodh, jeta nuk është gjithmonë këtu, e kupton? Patjetër. Se
Kur je këtu, okay, ju shmange njerëzve ose i takove si puna jonë. Po do biesh këtu. Dhe ata njerëz që ne kemi takuar, kemi ndër në tavolina, ata prapë do na duan. Po, patjetër. Po nëse kemi ne në mbrapa perdes ne, do thonë hama. Shumë drejt. Scenarie këto na shkallat, e kupton? Domethënë, janë shumë gjëra, do të jemi me këmbë tokë me pak fjalë. Shësia është virtyt shumë i rëndësishëm, sidomos këtë pjesën e Po kjo është edhe e ndjeshme, se nuk mund ta bësh se duhet bëj unë kështu se Jo. Patjetër që do ta ndjesh por okay se ke. Po duhet ndoshta edhe jeta, valla, do një person që ka bërë një jetë thjesht pa shumë që ka pas perpecitet veta, problemet e veta gjatë jetës, ka mësuar nga jeta, më kupton? E ke bëhat ga vetën, si thon. E ke njeh gjithën, e ke fillu vetë gjithën, pranë ngelesh me kom tu. Duket e çuditshme të bësh të kundërtën, më kupton? Shesësh porta apo. Ose nuk të shkon ajo gjë. Ose ke edhe pastaj ku di unë. Ke personazhe që vërtet mund t'i duash për x gjë. Domethënë shohin që marrin ca klikime ku di unë, bëjnë komplet gjë tjetër pastaj. Po. Ka sa dush. Po mos u bë, se nëse un kam dalë që qeshin njerëz me mua, nuk mund të bëhem mbas 3 vite si i bukur unë, se nuk jam model, valla, trosh muhabetit. Na kupton? Jo, po s'ka shanse se unë po s'jam, se mua më deshin njerëzit se bëja 1 2 3 4. Shumë drejt. Të bëj. Kjo është arsyeja. Po tash ca gjëra rregullohen, po jo të bësh, po prit se s'jam unë ky. Kush je? Po si ky vlla nuk je asgjë, se ne për këtë ndim. Si puna aty në këngëtarëve për shembull që e fillojnë me një lloj rrymë tjetër dhe pastaj përfundojnë ke rryma që tërheq më tepër lek dhe pastaj shkojnë grop komplet. Ne thot ç'a ndolli në jetën. Ç'a ndolli vetë për e ke fajin. Kjo është po prandaj është zgjidhja e jetës, vlla, gjithë suksesi çdo njeriu, se u po bëhemi si filozof tash, do dalim brapa. Po ne unë jam shumë i bindur, ky diskutim që po bëjnë janë shumë të rinj që janë fillimet e tyre dhe duhet gjejmë shumë vëmendje këtë gjë. Që thon prit, ke në çdo lloj fushë të artit, ëh. Suksesi për mendimin tim është vlla pa dashje, domethënë ti del në një qoftë ky emision, dola, unë bëra këtë fjalim dhe janë shumë të interesuar njerëzit tani. Edhe më vjen 10 oferta, mua tash i thot, unë dua të bëj një film me ty ose unë dua të bëj një bashkëpunim me ty dhe ke 10 oferta. Dhe ti çfarë do bësh? Gjithë suksesi është ç'a zgjedh ti. Ti duhet dish zgjedhësh. Nëse zgjedh gabim, mos e kërko fajin te asnjë tjetër, këtë vetë valla. Ti më mirë, nëse të 10 këta, po themi janë 9 janë me logo shumë të fuqishme, por në fund ditës thotë ai do të ndihmoj brendi im, thotë sepse ti do rritesh. Ke edhe një që s'ka fare emër, ai pa i thot vlla, çfarë do duhet ty që unë të bëj për ty, e kupton? Shumë drejt. Ti duhet zgjedhësh atë, se s'ke nevojë më, se brendi atit është brendi atit, ai do të haj, nuk diskutohet. Po okej, mund të kesh një rritje, po gjithmonë të fortët nuk bien sy, sepse është shumë i fortë, ai do gjën e vet. Nuata është e rëndësishme fakt. Po sa shumë fola, çuna. Jo, ti shqyr që po ndaj muhabet tamam, për zotë. Po kënaqem edhe ndjem atë që se keni energjinë për të folur për këtë gjë. Ku ka, domethënë dikën në Itali, në Belgjik, sa vjen shëtit? Unë në fakt isha edhe në Greqi, në Athinë, Selanik, ku këto emra që po them kanë qenë plot me njerëz, me shqiptarë që jetojnë ande dhe edhe një respekt për ulje për të gjithë. Unë shoh lokacionet ku ka shqiptar. Shumë mirë po. Domethënë më kanë thënë edhe për Amerikë dhe në Angli, në Amerikë kam lënë që të jetë parafundit që mund të kap 3 shtete ndryshme, sepse është vend i largët, nuk mund të shkosh vetëm për një vend. Ja Michigan për shembull, New Jersey 2 edhe ku tjetër? Boston. Edhe në Boston ka shqiptar? Michigan është plot i hershëm. Ka Florida, ka pafund, ka janë vende, kështu që në fakt do lidhem me një agjenci aty me që këta i kanë kontaktet. Po, patjetër. Dhe mund të jetë edhe përmbyllje do të bëj Anglinë, sa kanë bërë asnjëherë për arsye, po edhe sa dush. London. Sa dush shqipe aty. Ti shko vetëm apo merr disa nga stafi? Marr pjesë të stafit, do të jeni një djalë që të kujdeset për filmin. Jo flas nga aktorët e filmit. Aktorët e filmit pastaj castin unë do kisha shumë dëshirë ta kisha gjithmonë castin për arsye se janë me punë tjera, me obligime të tjera dhe ti s'mund t'i mbash të mbërthyer. Deri në 5 shfaqjet e para në vende ndryshme mund t'i kesh, po secili ka punën e vet, nuk mund ta mbash. Plus si thash, ne çdo gjë ndërtojmë vet vëlla, çdo gjë ja, duke të thënë dhe qeranë marrin vet. Tash nuk ke luksin për t'i mbajt të gjithë, se dëshira ime do ishte që edhe të paguash një patjetër, patjetër. Por nuk në pamundësi. Janë edhe mundësitë, në pamundësi nuk ke çfarë bën. Teatri kemi në herë me bë? Apo s'e shoh nevojshëm? Jo, mund ta bëj në një ardhmë shumë të largët, pse jo, po të jetë prapë tek pjesa e dëshirës, pasioni vetëm për këtë gjë. A duket më i vështirë se filmi, për shembull teatri, të duket si vetë si aktor, si. Jemi sinqert, në teatr mund të jem më i lirshëm, më i mirë,
sepse e ke energjinë direkte me njerëzit, improvizimet, po them që mund të dalë ndonjë gjë, emocioni është më live, direkte. Kurse filmi ti e xhiron dhe nuk e di çfarë do ndodhi. Kurse aty e ndjen, e ke energjinë direkte me publikun, domethënë. E sheh se çai nga nuk më tremb kjo, se shumica më thonë është mësuar me filma, por realisht jam bëj më magji kur jam direkte live kur flas. Kurse në filma okay, do e the një batut keq, do e kthesh prap, je pak mekanike, kupton, do edhe mund të vetë kontrollohesh çik se do e thush shumë sa ashtu e thash tek plani tjetër. Kurse teatri është gjë tjetër. Nuk e kam provuar asnjëherë, por kam ndjekur teatr, kam parë si është loja gjëja dhe e di këtë gjë, por do jetë në një të ardhmen, prandaj nuk dua ta. Unë për shembull e kam shumë të lehtë të bëj një performancë live me publik se sa të jem përpara kamerave. Kam punuar 11 vjet në Top Plako dhe asnjëherë nuk jam mësuar me ato kamerat. Po sepse ajo është gjëja jote, ashtu aty ke emocionin. Është shumë e drejtë ajo që thu, domethënë aty e merr emocionin e drejtë për drejtë. Po shikon njerëzit ku kërcejnë, domethënë ty ajo të bën që ti thua po kënaqen. Ndërsa kamera është një filtr pastaj që nuk e di fare se si po e shijoj nga shtëpia. Po, nuk marrësh ndonjë koment ndonjë gjë kështu mbrapa. Është vërtet. Feedback me komente. Nuk është i njëjti emocion, nuk është i njëjti emocion edhe kur e transmeton domethënë emocionin, edhe kur performon. Kur je para kamerës nuk e di. Detyruar të ishte kuadri, thotë shif këtu, thotë se këtu e kam fokusin, e kupton. Ndërkohë ai do të japi energjinë e vet. Aty në klub ti je i lirshëm, del me skenës, del ku diu. Po. Kurse ty në kuadër s'ke ku shkonte, ke dritën këtu, ke këtu. Ashtu është. Je pak më automatizuar kur je përpara kamerës sesa kur je në performance live. Po tash në një koncert në gjë, kur do të keni? Unë tani direkt mas podcastit jam live te një lokal në Tiranë. Lokal i lezetshëm. Po patët kohë hajeni. Do vini në lokal tjetër. Po ju pse se lini bashkë, apo keni kështu të ndryshëm? Dalë bashkë. Keni dalë njëherë bashkë? Kemi dalë. Zjeni kështu kush rri më shumë apo? Jo, marr plak. Përkundër zgjidhni se rri më shumë. E sheh pra sepse këtë gjë do të thoja edhe unë, domethënë kur të portë do të bëjmë bashkë nuk ka gjë më të bukur, domethënë. Se jeni të dy me vërtet janë zakonshëm. E them me shpirt sepse ç'a ndodh, ju zakonisht kur bëni muhabet me njerëzit, i pyesni ju gjithmonë, e kupton, edhe po e them të sinqertë, jeni të dy shumë të veçantë tek pjesa juaj. Jemi përpjek mos përlyhemi shumë nga këto modernizmat që i bën artit shqiptar. Kemi ngel aty. Jeni fanatik të ajo gjëja që keni, bravo. Unë do kisha qef të isha kur të ishit bashkë ndonjëherë. Po ja, kur bin mundësi se rando, se është mbase javën që vjen. Organizoj edhe unë se organizoj edhe vetë këtë gjë vetë. Do të thoni pazarin sa të unë se bëjmë ulje. A ku i çuan te grupi, s'ka gjë kaq. Kështu është, po. Hodi domethënë. Keni skenar tash në dorë? Kam dyshin e këtij. Golden Brothers. Ke mbaruar apo je rrugës? Po thuaj se 90% është i mbaruar, thjesht po shoh gjërat që tani i shoh me i sy kështu, shoh atë grafikun e filmit, kam arritë kjo pjesë që them konflikti do të fillojë që te minuta 5, nuk do të pres 20 minuta unë sa të mësoj njerëzit për çfarë bëhet fjalë. Unë jam te këto pika kështu. Është më vështirë me shkruaj skenarin kur është vazhdim, siç është ky dyshë apo kur e fillon nga fillimi një histori. Nisa mund të thonë që është më e lehtë kur vazhdon, se ti e di çfarë do bësh, por besoj që është më e vështirë, sepse do lidhësh çdo lloj situate që kanë ndodhur më përpara. Mund të kesh referim që mund të fillosh, okay, fillon kështu, po prit se çdo gjë që do mbash, do kthesh çka kishte aktori leitmotiv që e thoshte çka kishte ky. Domethënë do të referohesh gjithmonë ke i parë. Patjetër, edhe do të mbash karakteret të flen fix. Sepse ti mund të japësh më ritëm skenarit, ritëm skenave, po padash i haron personazhin, e thua nuk është më ai, pse. Po. Edhe kjo është pak je në një fije peri, do të kesh ekuilibrin e frikshëm aty. Edhe unë po për shembull, s'të ka ndodhur që të bësh një skenar, shkruash një skenar se ta kesh imagjinu edhe filmi filmuar dali më i gjatë dhe të kesh mundësi ta dash në dy për shembull. Nuk mund të ishte më lehtë. Ka ndodhur kjo më përpara. Te filmi i parë ka qenë, se nuk dinim edhe minutazhin si ikte. Domethënë ne te i pari shkruanin, xhironin me kështu. Vetëm hec, domethënë doli diku te 2 orë 20. 2 orë 20, po, edhe po prap nuk e ndamnë. Edhe pse na tha dikush në atë kohë që ishte në digital, tha do një korniz, flisni me gjuhën e eksperiencës, e kupton. Edhe duhet të ketë një korniz filmi. Ti okay, më tha mu, po s'ke një korniz. Tash çka kornizë. Nesër me tak. Merr një standard. Unë që duhet të lë punën time. Sa orë është ky filmi? 2 orë s'të vi. E shikoja kështu, thash çfarë po ndodh. Unë kisha gjë tjetër, unë thosha çfarë më trego pak si të vi kjo gjë. 1 orë 20, 1 orë 30, që sot okay, them ka shumë të drejtë, kupton. Po për kohën
Edhe ka ndodhur kjo, po ne patëm lënë atëherë aq si ishte, domethënë. Po, unë përkundra si filma që për shembull Netflix, hap Netflixin ke shtëpia, filma që nga ore 30, ore 20 ju bëj skip gjithmonë. Çfarë filma? Limonada. Po, duhet si limonada, kupton? Sigurisht po Kastile. Po pra, tamam. Dhe filma që janë nga 2 orë ca, si për tërheqin më tepër që ti shohësh. Mbase kanë dhe njerëz që po na shohin. Në shtëpia është kjo që thua ti, kurse për të shkuar në një vend fizikisht ti është më mirë tjetër. Po. Kur shoh e drejt. Po, në kinema, po si punë e rrjeteve sociale, kur shef një video të shpejt në TikTok, asimiloj. po, pap, kënaqesh, kalon te tjetër aty. Po se kur ti je një gjatë, shef kështu e shtyllën e para, kupton? Po. Se varet çado, domethënë. Po se edhe ti je përgatitur fakt që ti hyn TikTok ti pret shohësh gjëra të shpejta. Po pra, varet ambienti, për shtëpinë ti je relaks, je rahat, thua prit derisa të mësoj gjumi, po vë një 3 orë. Ndodh që edhe të shikon filmin ty. Dhe gjumi, po. Por që je rahat, domethënë, edhe vë një javë rresht pjesa që ka filluar gjithmonë. Një javë film. Po, kjo më ndodh mua. Se di pse më dukesh nga këto tipa që ti televizorin e hap vetëm kur do me flet. Jo. Si puna nusës time, hap televizorin, shohim një film po, pas 5 minutash tot gjumë. Unë di çka kisha kështu, shifja kukullat, animacion. Ato më relaksonin në zgjidhje gjumi, e çuditshme. Ndoshta nuk kemi parë ku kemi qenë vegjël na mungonin televizion. Edhe jo. Dhe jemi turitur për t'i parë. Po që s'kemi parë ku kemi qenë vegjël. Kohën tonë ka shpërthyr kanë. Pingun kam pa më burr kotime, kush ka qenë pingu? Rajon, çka kanë qenë to. Mirë tash. Ti tash je në një stres më tjetër valla. S'keni parë. Ishim pak, ne ishim aty periferi poshtë, mos ja fut kot. Ishte më lart. Mos e di se si kontra. Unë isha dishes poshtë. Nuk ka të televizori. Në momentin që marrë skenari, filmi pastaj se po diskutoheshim çik më përpara. Më fal. Tash për mendimin tim nga vitet e punës, them që nëse ke skenarin, ke filmin. Po. Lexo skenarin, po që të skenari as do e rregulloj aty apo s'do rregulloj montazh apo do gjejmë një kështu, lëre fare se nuk është punë. Në moment që ti ke skenarin, sa e lexon, qesh apo vetë kënaqesh tek gjëja që ke, të duket atë një gjë që mban era pozitivitet, po nuk ngjiti lëre, më mirë lëre se nuk është. Ose do vi momenti që do i vi ajo që të rregullohet. Dhe nëse ke skenarin, okay, për mendimin tim dhe mos kesh mundësi të marrësh kamerat e mira dritat e fundit, një telefon vlla. Këto e gjithë fabulën që ke, do të shajnë pak te deri te minuta 5 do thonë po, ç'është ky film me telefon. Kur të arrijë te minuta 20 do thotë prit mos flisin pak se dua të shoh. Prit se ka bë klip në telefon ai. Po shumë mirë. Po një artist i vërtet bën art edhe me telefon. Ashtu bravo. Domethënë nuk ka ato piano do i ke para se i bie unë piano do jazz baterit. Bëjnë një DJ aty vet. Edhe kam lafin që baza skenari për gjithë që janë të kjo fush, nëse kanë skenarin të ecin përpara, nëse s'kan skenarin la është pak vështirë. Se nuk, nëse s'ke skenarin e shëndetshëm nuk di çfarë kërkoj. Unë them, ke aktorë se do të themi detajt aktorëve të mëdhenj që më pyetën përpara, kanë një gjë të bukur që ti shkon i thua se s'dua të them emra, thua që kam një rol për ty ai shef. Edhe shef mbebet syrit futet ai thella çka ka menduar ky për mua, se e kupton. Se kanë vetë, po të gjithë nuk po të veçoj njëri. Edhe më thotë gjom, ço skenari, thotë të shef mbebe syrit. Më ço skenari, thotë. Mos si them unë, më ço gjithë skenari, thotë. Mos më shëno fare çfarë roli kam. Ja, shishi. Gjë ça teksi perl. Nuk dua ta di çfarë roli kam, do lexoj skenarin, po i them unë, do të marr në telefon dhe do të them çfarë roli ishte për mua. Ashtu, ha? Po. Edhe i thash unë, po më themin dhe ka buar, mos më prit përgjigje. Po shumë e thellë, ha? Ti nuk të las ti thua këtë kam, jo ma jep gjithë skenarin, ta lexoj se do të di dhe gjithë patjetër. Deri këtu jemi okay. Por nëse ti s'ke gjetur emrin që ai vërtet e ka mendu po. Po, kjo edhe pse është pak për qeshur, po është edhe shumë e thellë. Që ti nuk ke bërë këtë punë, ti s'pas ke menduar aty ku mendoj unë. Si kjo nuk është çështje dëshire, që mos ta dalim te kjo. Thjesht thot ai, ti thot si skenarist, nuk më pas ke parë fare, ke fut kot te kjo gjë, domethënë. Edhe pse unë jam aktor, do të përgjigjem, po prap kjo mund të më shkonte kjo tjetër. Po, bravo. Se çdo gjë është nuadja. Interesant është. Bukur, kjo ishte shumë e bukur. Tash, disi është puna të jemi të sinqert. Shkrebe. Ne do të jepshim një dhuratë, do ta japim. Çfarë dhuratë? Po problemi është se kemi marrë as unë as Gendi do të më shkojmë. Është tani mbrapa? Po jam atë, po edhe me montazh jeno vetë po. Çfarë dhuratë është?
Për jemi pauzësh. Dhuratë një shifër, jemi çfarë pauzë, le ta mbajmë kështu. Është një shifër e konsiderueshme për filmin e ri. Çfarë thotë? Është një dhuratë simbolike nga të fortit që kemi. Dike dhe markë dhe Lego. Jonën mora, kanë emra, s'kan emra? Jo, s'kan emra. Tash unë buta hap. Po si po gjyshi vitrin. Po, kjo është nga Fortit, shive çka ke. Faleminderit Fortit, faleminderit. Ta më çik. U sa të bukur pas ka bër. Shkapele, ëh? Kjo është kapele, këto çunat i bëjnë kështu me motive kombëtare, shqiptare, gjitha këto. Tash po e tregojmë. Tash unë s'po e vendos sepse kam për të shkuar në një vend tjetër, do prish flokën. Jo, mos e prish flokën. Por që do e bëj një foto, do ta vën kokë dhe mund ta mbaj me vërtet në studio. Nuk kam frikë mos është e vogël, se kam kokën. Ty të pëlqej edhe e bardha pranë zgjodha të ngjyrës. Po, shumë e bukur. Kështu faleminderit. Faleminderit Fortit që na përgani. Që nëse se mbajnë kokë të studio ime do e kem. Faleminderit. Faleminderit Fortit. Falenderojmë gjithashtu dhe sponsorët e tjerë me që jemi ke falenderimet. Falenderojmë Jack Daniels. Yes, falenderojmë Lazar Way që janë mrekullueshëm. Shumë faleminderit për suportin, gjithashtu falenderojmë edhe Klar. Klar, shumë faleminderit që na suportoni të gjithëve. Faleminderit që na suportoni. Po, janë të gjitha me po ju keni bërë gjën që unë kam fiksim. Mos e fut kot. Do ju ftoj në ditë për Murlan të studio valla. Pa Murlan, deri ke Murlanim ke edhe mua. Jo, Murlan lozum. Se kështu 500 shesh janë këto 800 shesh. Valla, do lozim Murlan. 5 kaç mund ta shoh. 5 kaç. Jeni të papar, po unë kam përditshme këtë për naçëm. Blirim të studiot edhe ja kur ta mbyllim kamin e Murlanit po them, s'po i them gjërat e tjera. Kamin e paletra ke gjërat e tjera, merr 2 palme që pas ke qenë. Jo, me vërtet kemi. Tash kur do dalë filmi i ri? Kur e ke menuti? Filmi i ri, tani unë 6 muaj kam që kam nxjerrë të tjetrin. Por besoj me kismet Zotit, çdo gjë është me kismet sepse varet se ecin punët gjërat, unë kam qenë për fund vit dali tjetri. Domethënë 2 shik këtij që nxorë. Shpejt. Nga vetori, po themi 25-s. Po, ti viti që jemi, po. Do na ftoshte ne? Si ju ftoj unë, tallësh. Ç'është ky muhabet? Ne bëm 3 orë muhabet është. E kemi filmuar. Apo do bëjmë kështu atje snifim. E kemi filmuar. Patjetër, me kënaqësi më të madhe. Me kënaqësi do vim dhe ne, me kënaqësi. Bravo. Shumë suksese. Turojmë suksese. E vlerësoj shumë. Edhe në Europë, se në Shqipëri e ke. E vlerësoj shumë vëlla dhe juve, Zoti ju ashtoft suksesin maksimum. Faleminderit. Edhe nuk e di, arrit që aty ku doni ju vëlla, me shpirt ju a them. Meni shumë. Gjithashtu idem. Po shumë qevi për sukseset e tua dhe lart më lart inshallah. Ja vlerësoj vëlla, dhe e njëjta gjë edhe për mua, domethënë kjo është edhe fjala që the, domethënë pse kishe të sinqert që ma the mua, këtë dua të dëgjoj të gjithë njerëzit për njëri tjetrin. Kur është një gjë që ja vlen, t'ia themi se nuk na kushton gjë. Shumë drejt. Kështu që respekt për gjithë. Suksese Drilon. Faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit edhe ju dashur. Njerëz bukur, shihemi shumë shpejt. Ciao. Ciao. Ciao.